CNA publikoi lajmin ekskluziv të arrestimit të gazetarit Gjobaxhi Elio Laze në zyrën e portalit të tij ku punonte në flagrancë duke marrë para. Elio Laze vazhdonte skemën e tij të sharjeve, kërcënimeve, shantazheve dhe fyerjeve nëpërmjet një portali dhe pas shumë hetimeve të kryera nga Prokuroria e Tiranës, policia i ka hedhur sot prangat me vendim gjykate. CNA ka mësuar se gazetari Elio Laze është arrestuar nga policia e shtetit pasi prej muajsh sulmonte në portalin e tij dhe i vendoste gjob një zyrtari të shtetit. Prej 2 vitesh, gazetari Elio Laze shantazhonte një zyrtar duke shpifur, shkruar e kërcënuar gjoja në lidhje me një call center dhe më pas akuzat të tjera edhe me zyrtar të opozitës. Mësohet se Laze fillimisht ka kërkuar 40.000 euro dhe më pas një shumë tjetër më të vogël, rreth 10.000 euro, por në momentin kur zyrtari ka shkuar për t'i dhënë parat, janë shfaqur uniformat blu, oficerët e policisë kriminale dhe krimit ekonomik, të cilët i kanë hedhur prangat gazetarit Gjobaxhi. Elio Laze nuk është një personazh i panjohur, ai prej vitesh ka qenë në fokus të rrjeteve sociale apo mediave online. Ai ka punuar si gazetar më parë tek Ora News dhe më pas u shit tek Erion Veliaj, kryebashkiaku i Tiranës, i cili nëpërmjet një biznesmeni mundi ta merrte nën kontroll Elio Lazen. Laze prej kohësh punonte me një portal të tin, ku siç dhe u konfirmua tashmë, vendoste gjoba në mënyrë të pandalshme, duke shfrytzuar hapësirën e tij në portal me një gjuhë urrëtieje, fyese, kërcënuese, shantazhuese, sharje, intimiduese deri në kanosje. CNA gjithashtu më parë ka raportuar se Elio Laze është arrestuar disa vite më parë me armë dhe me drogë, por nuk bëri asnjë ditë burg, pasi me ndërhyrje të forta u shpëtua nga një prokuror, i cili u shkarkua nga vetingu. Dyshohet se është i njëjti biznesmen, i cili bleu Lazen nga Ora News për pazar me Erion Veliajn, që ka ndërhyrë për ta çuar Elio Laze në spitalin e Burgut në momentet e arrestimit të tij me armë dhe me drogë. Më pas, Laze u dënua me kusht. CNA gjithashtu ka raportuar se Elio Laze është dënuar disa herë nga gjykata e Tiranës për vepra të ndryshme të fyerjes, shpifjes, të bëra në median online. Ai është dënuar në një gjyq përballë gazetarit Elvi Fundo dhe tashmë ka një tjetër proces gjyqësor të hapur, i cili me sa duket me arrestimin e tij për gjobvënie do të nxjerrë në pah edhe fytyrën e vërtetë të këtij Gjobaxhiu, i cili nuk është i vetmi në tregun e pistë të medias online në Shqipëri.